si prokuror të SPAK edhe le të themi shkoj në një vend pune tjetër. Në ligj mos gaboj është atje ku kanë qenë, por jo të gjithë mund të shkojnë atje ku kanë qenë, sepse disa gjykata dhe prokurori edhe janë mbyllur. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mund të flisni, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me kënaqësi. Andi. Urdo. Do them dy llafe për atë Latifin e Amerikës. Më thuaj, Latifa, Sherifa, Krisa ka emrin ai, më thuaj. Nuk ja them dot, unë i them Latif. Latif, okej, si të duash, po pa emër mos e lë. Ore. Urdo. Po çush ka mund të vjen ai në Amerikë edhe bën këtu të fitojë Sali Berisha. Për çka ka ardhur ai? Për të nxjerrë Sali Berishën edhe Ilir Metën, edhe Lulzim Bashën që vrau 4 veta atje. Qysh t'ja ka kjo punë? Edhe me Lulzim Basha një në Gjermani, edhe Sali Berisha me një në Amerika, të marri dhe Edi Rama në një në Greqia, në Italia, ku e ka mirë, edhe të shpëtojnë këta. Kështu është zgjedhja në Shqipëri. Po? Tani Sali Berisha, Fatmir Mediu, Ilir Meta, rrinë jashtë, kurse Erion Velia ka vjedhur. Me tani që bëri, dënoj. Po jo ban Erion Velin edhe nxjerr ata që ka vrarë, SPAK-u. Ne i kishim shpresat e SPAK-u na veseliti. E mori Erion Velin se janë zgjerrë. Kur nuk ka njeri tjetër më të mirë, Edi Rama i ka të fituar atë zgjedhje, se s'ka më të mirë.